Forumi I parë I investimeve Bashkimi Evropian Ballkani Perëndimor nisi punimet në Tiranë dhe do mbahet për gjatë 2 ditëve si një platformë strategjike mbështetur nga Komisioni Evropian që synon të forcojë bashkëpunimin ekonomik dhe mundësitë e investimit midis vendeve të Ballkanit Perëndimor, Shqipëria, Bosnia-Hercegovina, Kosova, Malizi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia dhe shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Forumi inkurajon dialogun midis investitorëve të rëndësishëm, liderëve politikë dhe udhëheqësve të biznesit, duke vënë theksin tek fuqia e investimeve strategjike në transformimin ekonomik të vendeve, duke analizuar përvojën konkrete të vendeve të Europës qendrore dhe lindore, të cilat kanë shënuar histori suksesi në zhvillimin e tyre ekonomik pas antarësimit. Në nisje të forumit, kryeministri I Shqipërisë Edi Rama dhe presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, u adresuan me një fjalë përshëndetëse. Dear friends, dear neighbors, very warm welcome to you all in Tirana, to another highlight gathering in the growing friendship and the shared European destiny that binds us. And please join me in welcoming here today the President of the European Commission, the dear friend of Albania and of all our region, Ursula von der Leyen. Midis të tjerash, kryeministri I Shqipërisë Edi Rama tha: "Të dashur fqinj, një mirësardhje shumë të ngrohtë të gjithëve në Tiranë në një tjetër pikë kulmore të mbledhjes së bashku e një miqësie në rritje e fatit të përbashkët evropian që na lidh. Ju lutem bashkohuni me mua për t'i uruar mirëseardhjen sot presidentes së Komisionit Evropian, mikes së dashur të Shqipërisë e të gjithë rajonit ton, Ursula von der Leyen. Faleminderit e dashur Ursula që u ktheve në Ballkanin Perëndimor për të na sjellë edhe më shumë lajme të mira dhe sigurisht edhe më shumë detyra shtëpie, por po kështu për të shijuar më shumë diell, një ushqim më të mirë dhe sigurisht më pak mërzi se sa në fluskën tënde të Bashkimit Evropian në Bruxelles." Thank you very much, Prime Minister, dear Eddie, for hosting this forum here in Tirana. Ladies and gentlemen, actually 1 year ago, I came to Albania and to the entire region with a pledge. The pledge that the people and companies of the Western Balkans would start to experience the European Union in their daily lives. That you would feel the benefits of moving forward together. Dërsa presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, në nisje të fjalës së saj, tha: "Faleminderit shumë kryeministër I dashur Edi për organizimin e këtij forumi këtu në Tiranë. Zonja dhe zotrinj, në fakt një vit më parë erdha në Shqipëri dhe vizitova të gjithë rajonin me një zotim që qytetarët e kompanitë e Ballkanit Perëndimor do të nisnin të përjetonin bashkimin evropian në jetët e tyre të përditshme dhe që ju do ndjeni të mirat e ecjes përpara së bashku. Pas një viti ka ndodhur pikërisht kështu. Më lini t'ju jap një shembull, më kujtohet shumë mirë, I dashur Edi kur më thej në fillim që donit që Shqipëria të bëjë pjesë e hapësirës së përbashkët të pagesës në euro, SEPA. Shërbimet e mia thanë që do duhet të bënit shumë punë nga ana juaj, do duhet shumë vendosmëri për të miratuar reformat dhe shumë kohë, por për më pak se 2 vjet e bët realitet. Që javën e shkuar, kompanitë këtu në Shqipëri mund të dërgojnë para në Bashkimin Evropian dhe të marrin para prej andej, me kosto teje të ulta, dhe ambasadori im më tha që e ka provuar sistemin